Qendra përkujtimore në fshatin Luboten ruan të freskët kujtimin për voglushin 6 vjeçar Ergjan Aliu, të vrarë në vitin 2001. Tmerri 12 gushtit e vitit 2001 është skalitur në emrat e 10 dëshmorëve që prehen në këtë qendër. Dita e sotme 12 gushti sjell kujtimet më të hidhura për familjen Njashari nga fshati Luboten i Shkupit. Kjo familje ka humbur 2 djemë gjatë konfliktit të vitit 2001, kur forcat policore maqedonase sulmuan këtë fshat. Kjo ditë që shpalon kujtimin e hidhur për të kaluarën, është një ditë e zakonshme pune për familjen Njashari. 2 dëshmorët e konfliktit të vitit 2001 kanë lënë pas 3 fëmijë, të cilët si prind e ndjejnë gjagjain e tyre afet Njasharit. Gjithçka duhet të bëjnë vetë duke kultivuar duhan, ndihma të tjera nuk vijnë nga askush. Rregullimi i statusit të dëshmorëve të luftës duket vetëm utopi e një retorike politike. Po, vllazët e mej, unë kam dy vllazë në tokë, ata kanë lënë fëmijë, njëri ka diçika, tjetri ka një djalë. Për ata na kujdesna për këta fëmijët e vëllajtë. Të mbjetosh në një fshat ku e vetmja mënyrë për të siguruar ekzistencën është bujqësia, do të thotë një barre dyfisht për kryeplakun Çani Njashari. Rrëfimi i babait që humbi 2 djemë para 9 viteve nuk duket edhe aq i kthjellët, vuajtjet e kanë bërë të veten. Na me gjithë liftën, me shtara, me soa, me na kurrë ndohet s'kena po. Na hiqë më të liqë, ata e ram, ata djemë të iznunë që ata, i vëra. A gjë e kallën shpaj, kurse në djemë të kanë kallë, ata i shumë ra. Ata djemë sa dalin për suo pas, për prezuar e kanë dalë, minjerë këshirë ra. Kush në ndimboje? Kush? Një matë kom rëjtë shkupë, në stalë kupë jetë. Kush në ndimboje? S'kanë ndimboje, ata hakatin të trupin të ndimojtojnë. E në kur gjo në kapin. Na që hakatin që shletë. Po bere që advesa, në petë tjena ku, në petë miren. Mirsade Bajrami nga fshati Luboten ka pasur vetëm 1 vjet kur baba i saj Baram Jeshari është vrarë gjatë konfliktit të vitit 2001. Tani ajo ka mbushur 10 vjet dhe rrëfimi për të kaluarën duket si një histori e largët për një fëmijë që po rritet shpejt. 12 gushti i vitit 2001 ka qenë një ditë e kopshme edhe për familjen Bajrami. 2 fëmijët e kësaj familje nga Lupoteni, Xhelal dhe Suleman Bajrami, kanë ripërtrir emrat e gjagjallarëve të vrarë gjatë konfliktit të vitit 2001. Vllau Shefqeti i ruan të freskët këta kujtimet e 12 gushtit. Pasojat e brutalitetit policor po i ndjen edhe sot. Ai është kapur, maltretuar dhe ka qëndruar në burg 4 muaj. Shqetësimi për veten e tij, thot ai, ishte më i vogël se dhimbja për 2 vëllezërit që i mbetën të vrarë. Na hinë aty, na kapën, na ranë, si shkan desh vetë. Ata kanë mujtë civilia. Ha ku të zoni ushtëria civile, që s'mundet me lujtë. Manifestimet për të kujuar 12 gushtin, ditën e përgjakshme në fshatin Luboten, nga viti në vit duken më të zbehta. Parakalimet funksionarëve politik në qendrën përkujtimore nuk përbëjnë ngushëllim për familjet të dëshmorëve në fshatin Luboten. Përpjekjet për të siguruar ardhmërinë fëmijëve jetim mbetet shqetësim i madh edhe pas 9 viteve. Marrëveshja e Ohrit dhe dispozitat kushtetuese mbeten të domosdoshme për ndërtimin e një shoqërie të qetë, të drejtë dhe të bashkuar multietnike. Presim që të gjithë pjesëmarrësit të marrin përsipër obligimin e plot për zbatimin e marrëveshjes. Kjo është porosia e Bashkimit Evropian, NATO-s, OSBE-s dhe ambasadës së SBA-ve nga deklarata e përbashkët me rastin e 9 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit. Mbetemi tërësisht përkushtuar ndaj marrëveshjes së Ohrit dhe presim që të gjithë pjesëmarrësit të marrin përsipër obligimin e plot për zbatimin e marrëveshjes si tekst, por edhe frymën e saj qëndron në deklaratë. Në deklaratë njërit bëhet e ditur se gjatë takimit të tyre me kryeministrin Gruevski dhe përfaqësues të tjerë qeveritar është theksuar ëndësia e miratimit të masave të mëdheshme në sferat e përfaqësimit të drejtë, decentralizimit dhe arsimit. Pjesëmarrje dovët e qytetarëve në manifestimin për nder të 12 gushtit, ditës së çlirimit të Shkupit në vitin 1912, nga ana e forcave shqiptare të drejtuara nga Hasan Prishtina dhe Bajram Curri. Manifestimi u mbajt në sheshin Skënderbeu nën organizim të Bashkimit Demokratik Kombëtar dhe organizatës jo qeveritare Realiteti. Për herë të parë kemi festimin dhe mbajtjen e kësaj date, që është shumë e rëndësishme historike, që paraqet një kaptin të veçantë të historisë së popullit shqiptar. Fatkeqësisht deri tash nuk është iniciuar që kjo datë të shënohet në Shkup. Ne si vetë kemi iniciuar në momentin kur llogarisim se janë momente shumë të rëndësishme dhe kanë domethënie për shqiptar. Organizatorët thanë se ky manifestim do të jetë tradicional dhe do të kërkohet nga Ministria e Kulturës që ta financojë të njëjtin.
Shënon rritje numri i aksidenteve në komunikacion. 95 persona kanë humbur jetën vetëm gjatë 8 muajve të kaluar, ndërsa gjatë vitit ka ndodhur 2868 aksidente. Këshilli Republikan për Sigurinë e Trafikut njoftoi se gjendja është alarmante. Sipas përfaqësuesve të këtij organi, Këshilli Republikan për Sigurinë e Trafikut, vera ka qenë e kopshme për qytetarët e Maqedonisë. Numri i aksidenteve është rritur dukshëm gjatë sezonit veror. Jemi të detyruar të konstatojmë se megjithatë përgjegjësia më e madhe për bilancin e zi bie mbi supet e drejtuesve të makinave, e jo mbi kushtet e komunikacionit dhe problemet teknike të veturave. Këshilli Republikan për Sigurinë Komunikacion bëri thirrje shoferëve të makinave që të jenë më të kujdesshëm. Ministria e Arsimit dhe Shkencës i ka kompetencat për gjithë procesin e botimit dhe shpërndarjes së librave. Librat si vjet nuk do të merren nga qendrat shpërndarëse siç ishte vitin e kaluar, por do të shpërndahen deri te çdo shkollë. Paraprakisht Ministria e Arsimit në bazë të aplikimeve në webfaqen zyrtare ka siguruar numrin e saktë të librave që nevojiten për çdo shkollë. Distribuimi ka filluar, ndarja e tyre është nga fundi. Janë botuar rreth 110.000 libra për klasën e 5, po përfundon edhe botimi i librave për klasën e 8. Shpresoj se për 2 deri në 3 ditë edhe ato do të jenë gati dhe do të fillojmë distribuimin e tyre. Në vijim është edhe botimi i librave për klasën e 4 dhe të 7, të cilët vitin e kaluar nuk janë botuar. Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka filluar me shpërndarjen e kompleteve të librave për nxënësit e shkollave fillore. Ministri i Arsimit Nikola Todorov ka bërë të ditur se shpërndarja e librave për nxënësit e klasave të 5 është nga fundi. Ai ka deklaruar këtë gjatë shpërndarjes së librave në shkollën fillore të Shkupit, Dane Krapçev. Për veriun e Mitrovicës i vetmi dokument si për të gjithë Kosovën është dokumenti i presidentit Ahtisari, ndërsa do të vazhdohet me agjendën e sundimit të ligjit dhe investimeve. Kështu është shprehur kryeministri Hashim Thaçi në mbledhjen e rregullt të qeverisë së Kosovës. Për veriun e Mitrovicës i vetmi dokument si për gjithë Kosovën është dokumenti i presidentit Ahtisari. Pra, do të vazhdohet me agjendën për sundimin e ligjit, formimin e komunës së re, organizimin e zgjedhjeve në 3 komuna të tjera të veçantë në Kosovë, Zubin Potok dhe investimet tona socioekonomike. Do të vazhdohet përhapjen e gjykatës. Ndërkohë Thaçi tha se për të ardhmen e Kosovës do të ketë vetëm mbështetje dhe lëvizje përpara në drejtim të integrimit sa më të shpejt në NATO, Bashkimin Evropian dhe OKB. Mbi 200 studiues të huaj dhe ndërkombëtar do të marrin pjesë në seminarin e 29 ndërkombëtar të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqipe, i cili do të mbahet në Prishtinë prej 16 deri më 27 gusht. Në këtë seminar, sipas antarit të Këshillit Drejtues të seminarit, Liman Matoshi, do të trajtohen tema të zgjedhura problemore nga fusha e albanologjisë, ndërsa një tryez do t'i kushtohet humanistes së madhe shqiptare Nënës Terez, për nder të 100 vjetorit e lindjes së saj. 116 studiues shqiptar dhe të huaj do të marrin pjesë në sesione shkencore, 81 pjesëmarrës të huaj do të mësojnë gjuhën shqipe, ndërsa 40 të tjerë do të kenë referime shkencore, ndërkaq do të lexojnë 106 kumtesa mbi kontaktet e gjuhës së sotme shqipe. Organizata ndërkombëtare e punës, me rastin e ditës botërore të rinjve, organizoi një studim, rezultatet e të cilës bëjnë të ditur se të rinjët dhe ata që sapo hyjnë në jetën profesionale janë grupi më i prekur nga kriza ekonomike globale. Sipas studimit, papunësia tek të rinjët e moshës nga 15 deri në 24 vjeç si vjet arriti nivelin më të lartë që prej luftës së dytë botërore. Deri në fund të vitit pritet që papunë të jenë 81 milion të rinj ose 13% e kësaj grup moshe. Ata rrezikojnë të ndjenë të padobishëm, gjë që mund të çojë në më shumë kriminalitet, dhunë dhe konflikte të tjera, paralajmëron OKB-ja. Më shumë se 50 persona humbën jetën gjatë përmbytjeve në Yemen, të shkaktuara nga rreshjet e dendura të shiut, të cilat nuk kanë pushuar prej fillimit të korrikut të këtij viti. Ministria e Brendshme e Yemenit informoi se ujërat e ardhura nga porti Hodeida në detin e Kuç kanë marrë me vete edhe automjetet me të cilat vendorët tentonin të shpëtojnë nga rajonet e përmbytura. Autoritetet vendore raportojnë për dëme të mëdha materiale, duke përfshirë edhe një pjesë të madhe të mbjellave të sivjetme. Jemeni është vend i varfër në pjesën jugore të Gadishullit arabik. Të paktën 25 njerëz kanë humbur jetën dhe po aq konsiderohen të zhdukur pas përmbytjes së një anije në veri lindje të Indisë. Fatkeqësia ka ndodhur në qastin kur ania përplot me udhëtar u përfshi nga një rrymë fort uji në lumin Kosi në shtetin Bihar. Raportohet se në anije ka pasur shumë më shumë udhëtar se sa që ishte e lejuar.
Voglushja 10 vjeçe nga Pensilvania Jackie Ivanhoe me paraqitjen dhe zërin e saj mahniti urin dhe publikun e spektaklit të si vjetëm amerikan Un kam talent. Ajo këndoi një aria të Puccinit, interpretimi shkëlqyeshëm i së cilës nxiti brohoritjet e antarëve të jurisë dhe duartrokitjet e zëshme të publikut. Jackie, të cilën mediat amerikane tashmë e krahasojnë me britaниken Susan Boyle, do të bashkangjitet gjysmë finalistëve të tjerë në garën për $1 milion dhe kontratë për interpretim në Las Vegas. Paraqitja vitit kaluar e Susan Boyle në versionin britanik të spektaklit Un kam talent u bë një ndër klipet më të shikuara të gjitha kohrave në YouTube. Skuadra e Shkëndijës nga Tetova, 2 ndeshjet e radhës në terren në Koqir do t'i zhvilloj pa praninë e tifozëve, ndërsa do duhet të paguajë €1.500 xhop për mos organizim të mirë në ndeshjen përballë Teteksit, thuhet në vendimin e Komisariatit Disiplinor të FFM-s. Drejtori sportiv i Shkëndijës, Besir Shaqiri, deklaroi për televizionin Alp se Shkëndija është pajtuar me xhobat, edhe pse mos prania tifozëve kuqezi në ndeshjet kundër Abotniçkit dhe Sileksit do të paraqes hendikep të madh. Nga ana tjetër, Teteksi është gjobitur me vetëm €600 ndonse tifozët e kësaj skuadre ishin iniciuesit e trazirave në tribuna. Futbollisti spanjoll Raúl González, i cili këtë verë u transferua në radhët e ekipit gjerman Schalke 04, përmendet si kandidat i mundshëm për shiritin e kapitenit në ekipin e Gelsenkirchenit. Raúl është një opsion ideal për ta drejtuar ekipin ton. Ai ka përvojë të madhe në Madrid dhe është e mundshme të jetë kapiteni ynë, deklaroi trajneri i skuadrës Felix Magath për të përditshme në gjermane Bild. Vlen të theksot se ardhja e Raulit në ekipin gjerman ngushton hapësirën e futbollistit shqiptar Besart Ibrahimi në ekipin e parë të Schalke 04. Liverpooli firmosi kontratë 3 vjeçare me mesfushorin danez Christian Poulsen. Klubi anglez për 30 vjeçarin danez do të akrodoj torinezëve 4.5 milion pound edhe atë në 2 këste. Danezi, i cili ka zhvilluar 77 ndeshje për kombëtaren e tij, ka ngjallur interesimin e trajnerit Roy Hodgson, që kur ishte futbollisti i Kopenhagës. Ardhja Poulsenit në Anfield do të ishte zëvendësim i mirë për Javier Mascherano, i cili haptazi deklaroi se dëshiron të largohet nga klubi anglez. Trajneri Manchester Unitedit Alex Ferguson finalizoi blerjen e tij të tretë në tregun e futbollistëve gjatë kësaj vere, duke shpenzuar 7.6 milion pound për sulmuesin 20 vjeçar portugez Bebe. Futbollisti portugez një pjesë të fëmijërisë së tij e kaloi në rrugë përpara se të vendosej në një hetimore, ndërsa vetëm para pak kohësh u bashkua skuadrës Victoria Guimarães. Fergusoni për blerjen e Bebes ka shfrytzuar klauzolën për blerjen e kontratës së futbollistit portugez me rekomandim të ish ndihmës së tij Carlos Queiroz. Bebe, emri vërtet i të cilit është Thiago Manuel Diaz Corriera, do ta finalizojë kalimin e tij në Old Trafford pasi ti nënshtrohet kontrollit mjekësor.